نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar, falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut te baraka ve taala, Kur'ani. Ndërsa mësimet më të mira, porositë më të mira, udhëzimet më të mira janë udhëzimet profetike. Udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ndërsa punët, veprat më të këqijat janë bidatet, risit në fe. Çdo bidat risin njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem. Elusim Allahun subhanahu wa taala mbrojtjen nga zjarmi i xhehenemit dhe lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukura dhe sifatet e tij të plota, Allahu të na bëjë nasib xhennetet e tina ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar, Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famlart: Ya eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët keni iman, o ju të cilët besoni Allahun dhe të dërguarin e tij, ittaqullah, keni frikën Allahut. Ittaqullah, frika ndaj Allahut azza wa jalla është duke i zbatu urdhnat e tina dhe duke u ndalu, u largu nga haramet. Kjo është domethënia e takvallokut. Domethënia e takvallokut është gjithashtu mu përgatit edhe për botën tjetër. Mu përgatit me vdek, me punë dhe vepra të mira. Ya eyyuhalladhina amanu ittaqullah. Ky ajet gjendet në suratul Maide. O ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut. Wabtaghu ilayhi alwasila. Dhe përpiquni që të afroni te Allahu me punët edhe veprat e juaja. Edhe përpiquni të afroni te Allahu subhanahu wa taala me imanin e juaj, me veprat e juaja, me ibadetet e juaja. Domethënë, ndërmjetësoni veprat e juaja të cilat pi boni për hir të Allahut azza wa jalla. Ndërmjetësoni imanin e juaj, besimin e juaj, punët e juaja, ibadetet e juaja, ndërmjetësoni tek Allahu xhalla shanu wa xhalla jalaluhu, wabtaghu ilayhi alwasila. Ajeti dytë, të nderuar vëllezër, thot Allahu subhanahu wa taala: wa ilayhi yas'adu kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe tek ai shkon fjala e mirë. Dhe tek Allahu subhanahu wa taala shkon fjala e mirë. Dhe veprat e mira Allahu i ngrit. Dhe veprat e mira Allahu i ngrit. Komentatorët e tefsirit, të nderuar vëllezër, rreth këtij ajeti kuranor kanë thonë se kelimu tayyib këtu në këtë ajet kuranor, fjala e mirë në këtë ajet kuranor është, më thënë,
wa ilayhi yas'adu kalimu at-tayyib, dhe te Allahu shkon fjala e mirë. Komentatorët islam kanë thënë se fjala e mirë këtu ka të bëjë duaja, lutja. Allahu e ngrit lutjen dhe i ngrit punët e juaja. Pastaj kanë thonë se nëse don Allahu me ta ngrit veprën tonë, faktikisht, nëse don Allahu subhanahu wa taala me ta ngrit duan tonë, me ta pranu lutjen tonë, duat tuaja bën punë dhe vepra të mira. Dhe nëpërmes atyre punëve dhe veprave të mirave, të cilat i bën për Allahun subhanahu wa taala, kërko wasile, kërko ndërmjetësim. Qysh? Shembull, e ki bën një punë të mirë. E ki hap dikun një pus, një bunar. Ki bë për Allahun, për fukara. Edhe këtë vepër ti ki bë për Allahun. Atëre kur je më se i nevojshmi, ke gajle, ke probleme, ke telashe, edhe s'ki kuna më ju dretu për problemet e tuja, vetëm se Allahut, s'ki kuna më ju anku për problemet e tuja, vetëm se Allahut subhanahu wa taala, të kujtohet pusin që i ki qel dikun. Kujtohet dikun i ki që do të tepija në xhami. Kujtohet dikun i ki që do qeshme. Kujtohet dikun veprat kujtohen. Punët e mira kujtohen. Ki dhon dikun sadaka. E ki ndihmu dikon. Edhe kështu të me radh, i ngrit durt. Thu ja Allah, i ngrit durt ka qielli, thush ja Rabbel Alamin. Nëse unë qatë pusin, qatë bunar, fillon me i përmend punët edhe veprat e tuja të mira të cilat i ke bë. Ja Rabbel Alamin, nëse unë jam pe atyre që e paguaj antarësinë për hir tëndin, pranoje pi meje. Dhe largoma këtë problem. Kjo është vosile. Do të thonë, me ndërmjetësua veprën tonë tek Allahu subhanahu wa taala, me ndërmjetësua imanin tonë, me imanin tonë, mu ndërmjetësua me besimin tonë, me veprën tonë tek Allahu subhanahu wa taala. Wa ilayhi yas'adu kalimu at-tayyib. Ta Allahu, do të thonë, ngritet fjala e mirë. Fjala e mirë është duaja. Wal amilu s-salihu yarfa'u, edhe punët e mira Allahu i ngrit. Dietarët kanë thënë se pse dikujt nuk i pranon duat edhe lutjet, ka arsye të ndryshme, mëkatet, gjinohet, ngrënia, do më thënë, përzierja e mallit tim me haram dhe me halal, bëhet shkak që duaja mos i ngritet në qiell. Sikur që e dini atë rastin që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili i ngrit duart e tij në qiell, edhe thotë o Zot, pranomi duat, pranomi lutjet, kërkon nga Allahu azza wa jall shefa, shërim dhe kështu të me radhë, ndërsa thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, haja dhe pija e tij është haram, fa inna yustajabu la, qysh më i pranu duaja tina. E dikujt tjetër i pranu duaja dhe lutja, që atëre kur je më së i nevojshmi, fillon Zotit mi ia tregu disa punë, disa vepra të cilat i ke bë për fytyrën e tina, thuaj ya Rabbel Alamin, nëse unë këtë punë kam bë për hir tondin, çliron për këtij problemit. Ma lehtëso këtë problem. E kemi rastin e Nuhit alayhis salam, faktikisht Yunusit alayhis salam. E kemi në rastin e Yunusit alayhis salam, pejgamberi të Allahut azza wa jall, i cili ka qenë në 3 ersina. Yunusi alayhis salam ka qenë 3 ersina. E dini rastin? Ka qenë në ersinën e natës, ka qenë në ersinën e detit, edhe ka qenë në ersinën e balenës. Kur e ka bu këtë lutje, la ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Këtë e dini këtë dua. Allah subhanahu wa taala këto 3 ersina ja ka ndryshu. Nuhit alayhis salam dhe e ka shpëtu. E ka shpëtu prej ngushtisës. Pse? Ka përmend Allahun subhanahu wa taala. Saqë Hasan al-Basri rahimahullah thot se Nuhi alayhis salam nuk e ka përmend Zotin, nuk ka bërë shumë dhikr në barkun e balenës, përveç që saj duaje, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, por faktikisht Yunusi alayhis salam nuk e ka bërë vetëm këtë dua, këtë lutje tek, domethënë barku i balenës, por ai ka qenë prej atyre që ka bërë shumë tesbih Allahun subhanahu wa taala. Shumë dhikr, për shkak dhikrit tina të shumt, kur e ka bërë dhikrin e fundit se tash o Zot nimom, nëse tash nuk më ndihmon, kur kemë ndihmu? La ilaha illa ant subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk e ka bërë këtë lutje, këtë dhikr, se është në zor tash hajt. Po ajo edhe kur u kon rahati,
e ka përmend Allahun. Allahu subhanahu wa taala kryu ka përgjigj në vështirësi. Apo edhe ka shliru edhe ka largu prej barkut balenës Yunusin alayhis salam. Për këtë arsye thot pejgamberi alayhis salam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Nje Allahun kur je në rahati, Allahut nje kur je në vështirësi. Të nderuar vëllezër, si shpeshini këtë objekt këtu, s'ka qenë që kjo objekt këtu, do thonë që kjo byro e vogël, edhe kur u vendos për më bë këto, që kjo byro e vogël, sepse xhamia nuk ka byro, vendosën për më bë këto, po ç'më bë tash? Parët për materiali kemi, sepse xhamati i kanë dhënë. Po kush më ndreq? Ndoshta punë dore kushton më shtresë se materiali. Ju e dini saati 100 euro punëtori do të më marr këtu. Në paraqit njoni, tha unë do të marri hoxhin nderuar. Thash sa pare, sa duhet? Jo, tha nuk ka nevojë. As për ty s'pe ndreqi, as për dikon tjetër nuk pe ndreqi. Ti vetëm blema materialin, tha unë e bëj për Allahun subhanahu wa taala. Ç'kjo vepër e jotja, po dikujt tjetër dikun kontribon, mos mendoj që Allahu haron. Që atëre kur keme qenë ti mos e i nevojshmi, që atëre kur kanë të mshel kret dyrt, s'ka mo, s'ki qilës për mi që dyrt që të kanë mshel, ndërmjetësoje vetën ton, me ato veprat e mira, të Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ka më të përgjigj. Ta'arraf illa Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Nje Allahun kur je në rahati, Allahu ka më të njoh kur je në vështirësi për shkak se punës son të mire që e ke bën. Tjetri tha hoxh, unë do ta marr zidin me thyje. Speçini këtë. Për mu bashku safët. Tash sa kushton? Tha unë vi me firmën. Nuk ka nevojë, vetëm që i tha sa kushton. Tha ti domethën na pyete për çmim, tha nuk ka nevojë kur çdo çmim këtu, veç nëse është nevoja për material diçka, edhe një 2-3 dritare do të çelën karshi atje, tha këto do t'i boj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për hir të Allahut azza wa jall. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha. Tamsëm këtë hadith të Resulullah sot. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Nje Allahun kur je në rahati, Allahu ka më të përgjigj, ka me të intervenu atëre kur je në vështirësi. Ajetin kuranor që e përmendëm, fillim hutbës, çka tha Allahu azza wa jall? Ja ejuhalladhina amanu taqullah, o ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut, wabtaghu ilayhi al-wasila. Ndërmjetësoni veprat e juaja te Allahu subhanahu wa taala dhe kërkoni që Allahu t'ju pranojë duat e juaja. Wa ilayhi yas'adu kalimu at-tayyib, te Allahu ngritet fjala e mirë. Çka than për fjalën e mirë? Duaja, wal amalu salihu yarfa'u, edhe punën e mirë Allahu e ngrit. Faktikisht duan ton Allahu e ngrit për çka? Për shkak se pe ndërmjetëson çat punë të cilën e ke bëu për izat Zotit, edhe Allahu azza wa jall domethën po ti hap dyert, nëse i kem mshel dyert, në dhe të non i kem mshelt. Një ta ka lënë qelt Allahu subhanahu wa taala. Nëse tjetër ta ka mshel, tjetër ka me ta qel Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu, nëse në esencë bëhet puna vetëm për Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, dietarët islam kanë thënë, dietarët e shkencës së tauhidit, dietarët e shkencës së tauhidit, dietarët e shkencës së akides kanë thënë se ndërmjetësimi do më thënë ndahet në 2 kategori. Ndërmjetësim, çka do më thënë? Për me sqaru pak ma detajisht. Ndërmjetësim, fjala ndërmjetësim, se shumë e rëndësi me kuptu fjala ndërmjetësim. Për marrë një shembull. Nëse dikush për juve punon me një fabrik të mirë, edhe rroga në atë fabrik kushton mbi 3.000, 3.500, 4.000. Për shkak ausbildungit edhe shtu diçka. Po ti ndoshta nuk e ke çat shkollë të kryme për me mujt, më thënë, më pranun çat fabrik. Po ndoshta me shef që asaj fabrike ke punë të mirë, me farbajten. Ose me ndonjë shok që punon aty, për me të ndërmjetësu, ta qysh me hi në çat punë. Më thënë, ti me shku direkt në firmë s'pranojnë. Apo, problem është me të pranu. E nëse e ki dikon që mundet me të ndërmjetësu, ke shefin aty që e nje, ki shok, apo e ki një shok i yti, apo një vlla, po ma parasysh, një të njofshe me ke aty, shkon dhe i thu, a ka mundësi bre, sigur të kishta me qenë edhe une, punëtori kësaj fabrike, a bon me më ndërmjetësu.
Kjo është ndërmjetësim. Qysh me ndërmjetësu, të më thënë, shko fol me shefin, ne të më pranon. Edhe ky shkon fol, unë e njoha djalin, është shoku jem, është punëtor i mirë, është i shkaftë, është kështu, edhe si të bëhet mrena jave, thot je pranue. Kjo është ndërmjetësimi. Që kanë ndërmjetësu shoku yt, domethënë edhe pse ndoshta s'ke pas ausbildun kryme, po që nëpërmes, domethënë njoftësisë ke hin punën më të mirë, fabrikën më të mirë me një pagë të madhe. Kështu që dietarët islam të nderuar vëllezër kanë thonë, dietarët e shkencës së tauhidit kanë thonë se që ky ndërmjetësim në islam, al-wasile i thënë. Al-wasile ka thonë datë dy kategori. Al-wasiletu mashru' wal-wasiletu mamnu'. Kategoria e parë faktikisht vesilja apo ndërmjetësimi ndahet dy kategori. E para është e lejuar dhe e dyta është haram. Ndërmjetësimi haram se s'bën. Kurse e para është e lejuar, sepse është e bazuar në Kur'an edhe në Sunnet. Pastaj kanë thënë, sa i përket kategorisë së parë, ndërmjetësimi i lejuar, që është e bazuar në Kur'an edhe në Sunnet, kanë thënë, ndahet në tre lloje. El-wasilatu bi isma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ndërmjetësimi me emrat e Zotit. Me ndërmjetësu me emrat e Allahut tek krijuesi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka emra të bukura, po. A thot Allah në Kur'an, "Walillahi al-asmaul husna." Allahu ka emra të bukura, fad'u biha. Lutni Allahun subhanahu wa taala me ato emra. Për shembull thu, "O Allah, ti je Rahim, irhamni." Ti mëshirues, mëshiron. Do thënë, kjo është lloji i parë. Ndërmjetësimi me emrat e Allahut azza wa jall. Kur thu, "Ja Allah, ti je Ghafur." Ti je që fal shumë, falem. Sepse Allahu na thot kështu në Kur'an. Kur doni, mu lut, domethënë ndërmjetësoni emrat e mia. Lutuni me emrat e mia. Kjo është lloji i parë. Lloji i dytë, lloji i dytë i ndërmjetësimit është mi thon dikujt bën dua për mua. Unë të them ty pasi Fatmir bën dua për mua. Ose ti më thu mua bën hoç dua për mua se e kam këtë problem dhe këtë problem. Domethënë ndërmjetësimi i muslimanëve njëri me tjetrin tek çështja e duas. A themi na bën be dua se babën e kam smut. Bën be dua se e kam një provim për shembull, edhe unë e bëj dua për tyje. Që ky ndërmjetësim lejohet, sepse më marrë përgjegjësi me bën një dua për, o Allah, ndihmoje vllahun tem, ndihmoje shokun tem, ndihmoje filanin sepse më ka obliguar, ma ka lënë një emanet një dua. Edhe kjo lloji i dytë i i ndërmjetësimit është e lejuar. E para është ndërmjetësimi me emrat e Allahut, e dyta është ndërmjetësimi me njerëz që janë gjallë. Po. Edhe lloji i tretë i ndërmjetësimit është s'po kujtohet, po besoj që ndoshta në hutbën e dytë më vjen mend, kurse kategoria e dytë e ndërmjetësimit është haram, mamnu, nuk bën. S'bën. Ndërmjetësimi domethënë i të vdekurve. Me shku tek vuri edhe mi lut. Ti ki qenë njëri mirë, se ende ndihmo. Me lyp fëmijë, me lyp, se ende kjo është haram, kjo është shirk. Edhe lloji i dytë i kategorisë domethënë që është ndaluar është bidat. Ajo është bidat, domethënë me shku tek vuri Muhamedit alayhis salam, edhe mi thon Muhamedit alayhis salam, ti ke qenë burr i mirë, njeri mirë o Muhammed, domethënë unë nëpërmes te po do mund ndërmjetësu te Allahu azza wa jall, edhe ti më ndihmu mua se kam një provim ose kam një gale një siklet. Me thon dietarët islam ka thonë kjo është bidat. Domethënë pse është bidat sepse nuk ka ardhur diçka prej Kuranit edhe prej Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, transmetohet në hadithin e Omerit radhiyallahu anhu, faktikisht birit të Omer, Hazreti Omerit, Abdullah ibn Omerit. Ky hadith gjendet në dy sahihat, Bukhari wa Muslim. Ka thonë se
na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tash pejgamberi alayhi salatu wasalam sahabëve po ju tregon një ngjarje, po ju kallzon një realitet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pas kanë qenë 3 burra të sinqert. Pas kanë qenë 3 burra të sinqert, të cilët kanë marrë udhtimin e tyre me shku diku në një vend, më thënë për takim. Dhe pas ka zonë nata diku, tash më udhtu natën, më thënë mundet me dalë rrugës hajdutet, hajnat me të plaçkit, ose do më thënë për shkak, më thënë rrugës jo do më thënë na egërsir apo diçka tjetër, jo rrugës jo të sigurt. Kështu që këta 3 veta, këta 3 persona, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e pan që u teru hynën me një shpellë. Për me kalu natën në atë shpellë. Pasi që hynën në atë shpellë, ra një shkëmb i madh, një gur i madh përpara shpellës dhe ja sheli shpellën. Hajde ta qysh me dal? Gur i madh. Qysh me dal ta burra për shpellës? Problem. Çka than? Me bona, me mbet që tu, kur kush nuk din për neve, do të vdesim. S'kan pas WhatsApp, as Facebook, as telefonata, kur gjo s'kan pas. Po e kanë pas një lidhje të fortë këta me dikon tjetër. Ajo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka kanë bërë këta 3 burra të sinqert, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot nuk kemi tjetër çka me bë. Përveç se mu drejtu me lut Allahun azza wa jall nëpërmes punëve dhe veprave tona të cilat të kemi bërë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Se për ndryshe kena me vdek këtu, kena me mbet mrena. E njëri për tyre qot ngrit duart. Thot ja Rab, o Zoti jem, o Allah jem, ti i madh, ti e kështu, për lut Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot ja Rab, unë thot i kam 2 prind të më shumë. Pleq, ata s'po munën. Thot ja Rabbel Alamin, thot çdo herë kur kom afru të shtëpia ushqim, apo kur ka përgatit nusja ime ushqim, apo kur kemi përgatit ushqim, haja apo pije, thot fillimisht ja kom dhën ushqimin prindërve apo hajën pijen prindërve para fëmijëve. Thot një ditë, thot ja Rabbel Alamin, thot e mura një gotë qumsht e mjela, thot shkova për mia dhën prindërve të mi me pije, thot ata vetëm se i paskazon gjumi. Tha kom prit kështu, tha deri të nesërmën sabaheret me qatë gotën të dora. Kurse fëmit për rreth me tha po kajnë, sa dhe ata po dën me pije. Tha që kom dhën, as gruës, as fëmive. Tha të kom prit deri sa print e mi qonë për gjumit, kur jënë që për gjumit ja kom dhën. Tha ja Rabbel Alamin, nëse këtë vepër, këtë punë e kom bo për hir tondin, qele këtë shkëmb që e kemi para shpellës. Allahu ju përgjigj edhe u largu pak, u qel pak, po prap s'mujten me dalë. I dyti, për tyne 3-ve, shën durt, po thot ja Rabbel Alamin, o Zoti jem, vetëm ty po të lutemi, vetëm ty po drejtohemi, ja Allah, si lutemi as kujt tjetër, ti je krijuesi gjithësisë. Pi drejtohet Allahut subhanahu wa taala nëpërmes një vepre që ka bërë për izat Zotit, thot ja Rabbel Alamin, thot e kom pas një kusherik apo një çik migjës. E kom dash shumë me zemër. Ja kom lyp martes me to, mu martu, pa ajo s'ka pranue, ka qenë shumë e bukur, e kom dash shumë afër zemrës e kom pas, ja Rabbel Alamin. Thot ja Allah, shkoj një kohë derisa ju vështësu jeta ekonomike. S'ka pas më çfarë me ngrën, me hungur, me pi. Thot mu afru, erdhi tek unë, e trokiti derën, tha apo më ndihmon me më dhon borxh diçka, thot ja kom dhon 120 dinar. Sikur sot më dhon 100 euro. Thot ti japi, thot vetëm me kusht, me flejt me ty. Me bozina me ty. Dash, me ti dhon, për ndryshe vdesish unit. Thot po, s'ka pas faj e ngrata, çka me bo, ka pranu që ato për mia marr, që ato të holla, sepse për me shpëtu jetën e vet, shpirtin e vet. Thot kur ka fillu, për me fillu me bo qatë punën, para se me fillu marrëdhënia, gati ka qenë për mu bo marrëdhënia, që ajo zinaja, kjo ja ka përkujtua ty Allahun azza wa jall. Ka thënë, o filan, ittaqillah, ke frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Tut ju Zotit, çka e tu bot shtet? Kjo është haram. As ki frikë Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe që aty është largu. Tha ja Rabbel Alamin, nëse këtë vepër, këtë punë, e kom bo për frikë që kom pas ndaj teje, për hir tondin, largoje pak këtë shkëmb. Sepse u largua për çka? Sepse e ka kujtu Allahun.
është friksu, duke ditur se çfarë dënimi ka zinaja dhe kështu të me radhë. Dhe ja Allah, nëse kom bo këtë punë për hir tëndin, largoje pak shkëmbin, largoje pak gurin. U largu po prap smujten me dalë. Tash i treti. Radhën e ka filoni i tretë, se këta 3 veta në shpellë, sicili prej tyre po luten, po ndërmjetësohen me ato vepra të cilat i kanë bërë për Allahun Azza wa Jall. Ky i treti po del, thotë ja Rabbel Alamin, thotë un kom pas punëtor shumë, cilët kanë punu te unë me rrog, e kam majt me rrog. Thotë njëri thotë kur u kon dita për mia dhon çat ditë rrogën, nuk ka ardhur në punë. S'ka mujt më ardhur në punë, për shkak arsyeve të ndryshme. Thotë edhe një kohë gjatë, thotë nuk ka ardhur me marr njerëzin e vet, hakin. Kur ka ardhur mas një kohë shumë gjatë, e ka lyp ka thonë, o zotni, a bon qatë hakin tem me ma dhonë se kom punu të ti? Thotë që kjo është haki jot, që to delet, që to devet, që kjo pasuni e madhe, kjo dhe kjo dhe kjo. Thotë, o zotni, thotë, apo talësh me mua? Po luna hajgare me mua? Thotë, jo vallahi që kjo është haki jot, që kjo është puna jote me atë rrogën tonë, ta kom rujt, po çka? O shtu pasunia jot. Thotë, mere se kjo është e jotja, s'ta marri ty. Thotë, ja Rabbel Alamin, nëse unë e kom bo këtë punë për izat, për hir tëndin, qele, largoje këtë shkëmbë, e dalim, e të shpëtojmë për vdekjes. Allahu subhanahu wa taala 8 rive ju përgjigj. 3 persona ju përgjigj me këto vepra të bukura të mira të cilat i kanë bërë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Fa faraja Allahu anhum, Allahu subhanahu wa taala ju hapi çat shkëmbë, ju largoi gurin, edhe ata shpëtuan të nderuar vëllezër xhamatllin. Shpëtuan. Kështu që edhe neve inshallah taala nuk dihet për cilës vepër edhe punë kemi fitu rahmetin Allahut Azza wa Jall, kemi fitu xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Për cilës vepër edhe punë nuk dihet, ndoshta Allahu të mbron për shkak që asaj vepre, çat punën që ke bërë për izat Zotit me të mbrojt për zjarmit të xhehenemit. Kur të vjen shansa për punë dhe vepra të mira, mos e kthesh shpinën. Mos e kthesh shpinën. Kur të vjen shansa për punë dhe vepra të mira, mos u bën koprac, mos u bën tamaçar. Pa ma parasysh shoft edhe me një fjalë të mirë. Zakonisht kur po kërkojmë ndonjëherë lëmosh prej xhamatit, peshoj që disa po përgjigjen dhe disa nuk po përgjigjen, si zakonisht tek xhamatet tona, bile për ju thëm disave nëse s'muni me kontribu, me qitë një shifër aty bire thuj selam aleikum, Zoti ju ndihmoft. Edhe kjo ngjihet sikur që ke dhënë sadaka. Mos u mshef krejt, Zoti ju ndihmoft. Inshallah keni bereqet. E që kjo fjala tingëllon bukur dhe mirë, edhe të hoxha, po tingëllon edhe në xhamat, ndoshta në xhamat, edhe në grup. E që kjo fjalë ndoshta mund të më bëj shkak e nesër kur jeti më së i nevojshëm për Allahun Azza wa Jall, thuaj ya Rabbel Alamin, çat selamin nëse e kom dhënë për hir tëndin, kom pas për fytyrën tonë nimam. E leje mo domethën, ai veç një ditë pas kanë çut për në vet, veç një ditë. Për prindë vet veç një ditë kanë çut. Allahu subhanahu wa taala, po ai që i respekton babën edhe nonën krejt jetën. Krejt jetën. Ky tjetri Allah e ka rujt prej zinas. Për shkak frikës që ka pas dhe Allah Azza wa Jall, u ka largue. Ky tjetri sa ka hunger hakin dikuna, ja ka rujt. Pse çfarë vepra të mira, për këtë arsye vëllezër, sot jemi nëse nuk jemi të mundohemi, kontribojmë për hir të Allahut Azza wa Jall. Jo kur e japish me pastaj mendim të keqe, me thënë. A thuaj çtash e kam dhënë unë, a kanë më shku këto parë të sigurta, pas kanë më shku të sigurt. Nëse e ki çto, çu ka pranuar. Nëse e ki ket mendim, ki dhon diçka, ki kontribu diçka, edhe thu se di vallahi, çka kam u bë, jo ti jepe se ki me gjet te Allah subhanahu wa taala, ki me gjet tek Allahu jalla shanu wa jalla jalalu. Me këtë ajet përfundoi thot Allah subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja", dhe kush ka frikën e Allahut Azza wa Jall, Allahu ka më ashliru punët e tina edhe do të thon vështirësitë e tina. Inshallah lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na ndihmojë të na udhëzojë ya Rabbel Alamin. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mundsojë me bu punë dhe vepra të mira. Edhe hadithin, me këtë hadith po duam të përfundoj hutbën, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Inna Allaha idha ahabba 'abdan ista'malahu." Allahu kur e don robën e vet, Allahu e Zoti me dasht. Allahu kur e don robën e vet e shfrytëzon. Ka thënë ja Rasulullah, "Wa kayfa yasta'miluhu?" Kush e shfrytëzon? Ka thënë yuwaffiquhu lil 'amali s-salih. Thumma yatawaffahu. Do t'ja mundson me bu punë dhe vepra të mira. Çto punë dhe vepra të mira, që kjo vepër nesër të ndihmon te Allahu Azza wa Jall. A kemi thënë në hadithin e Rasulullah që njeriu kur vdes, 3 gjëra pe përcjellin, apo? 2 po kthehen. Familja, pasuria. Çka po jet me to? Vepra. Ç'kjo vepra?
që kjo vepër, që kjo punë, kjo sadaka, që kjo kontribut jot ka me të pështu nesër edhe te Allahu në botën tjetër, po të pështon edhe në këtë dynja. Ka thënë çysh e shfrytëzon Allahu robën e vet, ka thënë ja mundson me bë punë dhe vepra të mira. Pastaj ja mundson që në çato punë dhe çato vepra të mira me ndrujet. Me ndrujet. Me dhon shpirtin me iman. Elusim Allahun azza wa jalla që Allahu të na ndihmojë neve dhe juve dhe të na mundsojë me bë punë dhe vepra të mira për hir të Allahut dhe për fytyrën e tina. Elusim Allahun subhanahu wa taala çdo kontribut e dhën nga unë ju, nga xhamati, edhe që do t'jipet inshallah taala, dhe çdo bamirësi që e boni dhe çdo sadaka që jepni dhe çdo antarësi që e pagoni, elusim Allahun subhanahu wa taala që nesër në botën tjetër t'i gjeni ato si ato kodrat, si ato malet me sevapa dhe me të mira ya rabbel alamin. Lusim Allahun azza wa jalla, Allahu të na ndihmojë neve dhe juve, të ndihmojë edhe muslimanët anë në bank ku kanë probleme dhe të lashe. Lusim Allahun subhanahu wa taala, Allahu të shërojë të vdekurit tan, të mshiroj të vdekurit tan, të shëroj të vdekurit tan ya rabbel alamin. Lusim Allahun azza wa jalla, Allahu më na udhëzon neve e me neve më udhëzoj dhe familjar ton, fëmijët të rinj dhe të reja ton, o Allah forcona, përshëndrona në rrugën ton ya rabbel alamin. O Allah mos na devijo, mos I devijo zemrat tona, përshëndrojnë rrugën ton ya rabbel alamin, shto na dashurinë ndaj Teje dhe ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.